Përshëndetje të dashur nxënës, unë jam Seledin Abduli, ju ndiqni platformën e-klasa, ndërsa kjo është pra lënda e edukimit qytetar. Tema të cilën dua ta zhvilloj për juve sot nxënës është pra zhvillimi i veçorive personale. Pra, si qëllime të orës mësimore janë që nxënësit të sqarojnë zhvillimin e veçorive personale, të bëjnë dallimin mes veçorive të veta dhe veçorive të tjerëve, dhe si rezultate të cilat priten nga nxënja është që nxënësi pra është i aftë të analizojë dhe vlerësojë zhvillimin e veçorive personale dhe të shqirton përparimin, suksesin dhe sfidat, të vendos pra qëllime reale që janë të harmonizuara me veçoritë dhe mundësitë e tij, dhe është pra i përgjegjshëm sa është i përgjegjshëm pra këmbgulës në arritjen e të njëjtave. Si aktivitet hirës nxënës për këtë orë mësimore është pra më momenti. Edhe gjithmonë kur do të kemi aktivitete, detyra dhe të ngjashme, pra ju video t'i bëni pauze që të mund pastaj përgjigjet e juaja t'i nxjerrni në fletore e që më pastaj të mund t'i krahasoni ato me përgjigjet të cilët kanë dhënë pra nxënësit tjerë të bankës tuaj nesër në shkollë ose për shembull gjatë orëve të cilët ju realizoni bashkë me mësimdhënësit e juaj. Përkujtoni pra në një moment të rëndësishëm që ju ka ndodhur gjatë vitit. Kjo mund të ndërlidhet pra me diçka që keni arritur, me diçka me cilën krenoheni, diçka me cilën pra keni punuar dhe keni dhënë mundin tuaj, dhe diçka pra me të cilën mbureni. Mund të jetë diçka që u ka bërë të lumtur dhe që është pra shumë e rëndësishme. Së pari pra njëri antari çiftit e përshkruan rrëfen pra momenti më të rëndësishëm, ndërsa nxënësi tjetër pra dëgjon me kujdes, parashtron pyetje përmes të cilave tenton të mësojë sa më shumë detaje interesante nga shoku i klasës. I gjithë qëllimi i orës mësimore është që nxënësit pra të di të planifikojë, të vendosë qëllime edhe të se si të realizon pra qëllimet e veta. Pasi që të kemi realizuar aktivitetin më moment t'i hapim diskutim, nga i cili diskutim pra nxënës nxjerrim një konstatim të përbashkët se nga ky aktivitet pra mund të mësojmë për gjërat që i vlerësojmë dhe të cilat janë të rëndësishme, gjithsesi pra për vlerat tona, me ato me të cilat pra ne krenohemi, vlerat më tutje mund të shërbejnë si bazë për vendosjen e qëllimeve tona në jetë. Një herësh, pra nga ky aktivitet kemi mësuar edhe për mënyrat në të cilat ne i arrijm pra qëllimet tona, gjithsesi për veçoritë tona personale. Identiteti im pra është një tjetër aktivitet i radhës, edhe e juaja nxënës është që të mendoni për veten dhe aspektet të caktuara pra të identitetit tuaj, dhe të përgjigjeni në pyetjet vijuese, pra të mendoni në lidhje me atë se çka është e veçantë e juaja, çka ju veçon juve nga të tjerët, pra cilat veçori posedoj, për shembull qëndrueshmëri, transparent, gjeshmëri, nervozizëm, të qenë i zellshëm, të qenë i shoqërueshëm, introvert, ekstrovert, përtas, kreativitet, kureshtar, realist, pritshmëri e tjerë. Pra, kur në çfarë periudhe të jetës pra janë zhvilluar këto veçori, pra në cilën fazë të jetës tuaj janë zhvilluar këto veçori e mësipërme. Në zhvillimin e këtyre veçorive, domethënë kush ka ndikuar tek ju nxënës, ka ndikuar familja, shkolla, moshatarët ose të tjerë. Cilat veçori i ndaj me shumicën e moshatarëve të mi, pra cilat veçori ju i ndani apo i gjeni pra edhe tek të tjerët, pra kaloni nga identiteti juaj personal tek identiteti grupor. Cilat veçori janë karakteristikë vetëm për mua, pra që kanë të bëjnë vetëm me identitetin personal. Çfarë individi dua të bëhem, cilat veçori dua të ndryshoj dhe cilat të zhvilloj pra në mënyrë plotësuese. Pasi ti përgjigjesh pyetjeve, shpërndaj dhe krahaso përgjigjet me përgjigjet e nxënësve të tjerë. Bisedon lidhur me atë se çfarë jeni të ngjashëm, pra çfarë ju bën juve të njëjtë, të ngjashëm, të afërt me njëri tjetrin dhe çfarë pra të ndryshëm. Si rezime nga aktiviteti, identiteti im, edhe normalisht e përsëris edhe një herë, gjithmonë kur do të kemi aktivitete, detyra,
ju i bëni video në pauze, i shënoni ato që të keni mundësi, pastaj edhe ti krahasoni me të tjerët, që të mund të planifikojmë për zhvillimin ton, është shumë e rëndësishme të njohim vetveten, vlerat tona, veçoritë, faktorët që ndikojnë në formimin e tyre dhe të ngjashëm. Sa më mirë që i dim karakteristikat personale, aq më të shkatët do të jemi në përcaktimin e qëllimeve tona dhe mënyrave për arritjen e të njëjtave. Në këtë mënyrë pra realizojmë vetveten si qytetar, të cilët kontribojnë në bashkësinë në të cilën pra jetojnë. Kjo është rezimeja e detyrës pra identiteti im. E radhës si detyrë është pra që njëri nga antarët e çiftit ose njëri nga nxënësit ka për detyrë të vendosë një qëllim që dëshiron të arrijë gjatë një viti, ndërsa antari tjetër, pra i çiftit, me ndihmën e intervistës duhet t'i ndihmojë që ta përpunojë në mënyrë të detajuar planin për realizimin e qëllimit të tij. Nëse ndonjë nxënës pra është i pavendosur rreth vendosjes së qëllimit, antari tjetër pra nxënësi tjetër mund t'i parashtrojë pyetje plotësuese të t'i ndihmojnë të zbulojë fokusin e tij, gjithsesi fushën në cilën do donte të orientohej. Pra, kjo mund të jetë diçka e rëndësishme dhe e këndshme apo nga ana tjetër diçka që i mungon por që e dëshiron. Pra, përmes intervistës, të cilët do ta kemi në slajdin e ardhshëm, e juaja nxënës është që të vendosni një qëllim gjatë vitit shkollor të cilën ju doni ta arrini. Nëse kjo është e vështirë, pra ju ndihmon edhe nxënësët tjerë, pra fillimisht shoku i ngushtë apo shokët e klasës, edhe përmes pyetjeve të një pasnjëshme, do thonë, nëse kemi një qëllim, atëherë do thonë, ok, nëse nuk kemi, atëherë vendosim një qëllim të caktuar. Intervista është pra që ju të mësoni sa më shumë për bashkënxënësin tuaj dhe të parashtroni pyetje që të ndihmoni për ta përkufizuar pra qëllimin e tij dhe planin se si ta realizoj. Pra, vendosim planin edhe pra realizimin. Përdorni pra 4 tërësitë vijuese. Qëllimi, pra paramendoni veten pas një viti, pra e shohim veten se ku dhe çfarë do duhet të arrish, pra pas një viti. Kjo është vendosja e një qëllimi, pra ku jemi edhe ku duam që të arrijmë. Çfarë qëllimi është ke vendosur për veten? Zgjidh një qëllim në të cilin do të punojmë sot. Nëse partneri it ka problem rreth përkufizimit të qëllimit, parashtroni ndonjërin prej 4 pyetjeve. Pra, nëse nxënësi ka problem që të vendosë qëllimin e vet, atëherë do të thonë e shtojmë detyrës edhe disa pyetje plotësuese, që çfarë dëshiron të bësh më së shumti, pra në shkollë, në kohën e lirë, çfarë të bën të lumtur, në çfarë je më i mirë, për çfarë do të thoshin të tjerët se je i mirë, se i aftë, do thonë ke shkatësi. Çfarë mendoni tani se cili është qëllimi yt? Edhe pastaj do të thonë japin përgjigje nxënësit. Pasi kemi vendos pra qëllimin, bëjmë planin. Çfarë është më e rëndësishme për ta realizuar qëllimin tënd? Pasi kemi vendosur një qëllim, çka është më e rëndësishme pra që për ta realizuar atë qëllim? Çfarë duhet të mësosh, të bësh, të ushtrosh, të ndryshosh për të realizuar pra qëllimin tënd? Cilat shkallësi duhet të zhvillosh? Si e paramendon veten pasi ke realizuar pra qëllimin tënd? Përshkruaj pra çfarë bën, si dukesh, kush është atje, çfarë më tutje e tjerë. Pra, kemi vendosur qëllimin, kemi bërë planin, edhe tani pra fillojmë. Përpunoj hapat e parë që duhet t'i ndërmarrësh. Pra, kush do të jenë hapat e parë të cilët duhet t'i bësh? Cila është gjëja e parë që do ta bësh? Pra, nga tani, nga sot, nga dita që e lexon pra e bën detyrën, edhe kush janë hapat e parë të cilët duhet ti bësh. Kush mund të të ndihmoj? Pra kush mund të të ndihmoj? Çfarë do të bësh më tutje, sa kohë do të nevojitet, çfarë mund të rezultojë si pengesë ose problem. Si do të kalosh problemin nëse del pra një problem i caktuar dhe çfarë do të ndërmarrësh dhe kush do të ndihmojë. Pra, përsëri jepen përgjigjet. Pra, vendosim qëllim, bëjmë planin edhe nga ku duhet pra të fillojmë. Për të zbuluar normalisht veçoritë tona, karakteristikat tona personale, të veçanta, të ndryshme, por unike, dhe thënë në llojin e vet. Si diskutim pra, pasi që kemi bërë intervistën, pra se si u pëlqeu puna në çift, në grup, me njëri tjetrin, si u ngjet kur
udhëheqin pra intervistën e si kur përgjigjeshit në pyetjet dhe flisnit për vetveten, do thonë është më e lehtë kur pyetni apo do thonë a hasen vështirësi kur përgjigjeni, çfarë mësuat për veten ose për bashkënxënësin tuaj, çfarë mendoni, a është më mirë që të planifikohet ose lihet që gjërat të ndodhin vetvetiu, kur është e arsyeshme të planifikohet e kur të lihen gjërat që të ndodhin vetvetiu, çfarë mund të bëni kur diçka nuk ju shkon nëse kur nuk ja dini të realizoni apo të arrini pra qëllimin. Esenca e gjithës nxënës është që ta njohim veten, që mund të realizojmë atë që dëshirojmë. Pra ekzistojnë gjëra që varen prej vetnesh dhe me të cilat mund të ndikojmë në të arriturat tona. Para se gjithashtu duhet të njihemi mirë dhe të kemi një pasqyrë reale pra cilët potencialet dhe dituritë tona pra në atë moment. Pra duhet të kemi një pasqyrë të pastër pra për vetveten. Më pas duhet të duam të pranojmë sfidat dhe të jemi të përkushtuar, të qëndrueshëm në arritjen e të njëjtave. Për të arritur këtë duhet të jemi të organizuar mirë dhe të planifikojmë pra hapat pra apo aktivitetet. Pra janë shumë faktorë. Fillimisht duhet ta njohim veten, t'i pranojmë pra aftësitë dhe shkallësitë të cilat i kemi, t'i kërkojmë shkallësitë, aftësitë, pra të cilët gjenden brenda nesh dhe të cilët nuk e kemi zbuluar akoma, edhe me një qëndrueshmëri dhe me një përkushtim pra të çelikt ose të vendosur, pra me një vendosmëri, të organizohemi edhe të planifikojmë hapat të cilat duam ose aktivitetet të cilat duam t'i arrijmë. Mbështetja është shumë e rëndësishme, pra pa mbështetje nuk arrihet askund. Edhe mbështetja normalisht fillon që në moshë të hershme, ajo nisën nga prindrit, pastaj do thonë nga rrethi, pastaj nga shkolla, nga shokët, nga mësimdhënësit, edhe kështu me radhë. Është shumë e rëndësishme që të kemi vetbesim, gjithsesi pra besim pozitiv në vetveten se mundemi dhe dim të bëjmë atë që dëshirojmë. Mbi vetbesimin ton dikon shumë raporti pozitiv dhe nxitës i prindve, arsimtarve dhe miqve. Edhe vetë mund të ndikojmë në vetbesim nëse mundohemi për çdo situatë të japim gjithçka nga vetja, për t'ia dalur, duke punuar, pranuar se përkundër kësaj është i mundshëm edhe mos suksesi. Pra, edhe dështimin do thotë ta planifikojmë. Edhe do thotë ta njohim veten, ta mbështesim veten dhe të presim mbështetje nga të tjerët. Është pra shumë e rëndësishme. Po mbi gjitha duhet pra që të jemi të vendosur në arritjen e qëllimeve tona. Besoj se isha i qartë nxënës edhe përmes disa ushtrimeve gjatë kësaj ore, do thonë udhëhoqja drejt asaj se si do thonë të zbulojmë veçoritë tona personale, si të zhvillojmë veçoritë tona personale, dhe si të vendosim qëllime edhe si të arrijmë deri tek realizimi i qëllimeve tona. Deri në videot e ardhshme, qëndroni të shëndetshëm dhe dëgjohemi.